kryetari i Guxo, zotri Peci, edhe ka bo edhe një herë apel për votim edhe për kthim edhe për rëndësinë e këtyre marrëveshjeve. Pas ti e ka marrë fjalën Bedri Hamza i PDK-s, i cili ka thonë që deri tash e kemi qu pak të marrëveshje, nuk ka pas dakordim, nuk kemi për me mbajtë seancën. Edhe ka thonë që buxheti vazhdon me një 12 sipas praktikës së tij ose përvojës së tij si ish ministri i financave. Pas ti ka folë Lumir Abdigjiku, kryetari i LDK-s, i cili është deklaru pak ma neutral, por nuk ka përmend asnjë kushzim, nuk ka lidh datë, të paktën jo aty publikisht, edhe ka thonë që ndrimi janë është i ditun, po nëse ka të tjerë, do më thonë që deklarojnë që munden, ndoshta e shqyrtojmë. Zotri Lima i ka kundërshtu, edhe ajo e ka kundërshtu kthimin në seancë, edhe ajo ka qenë një farforme përmbyllje se kur këta u deklarun, edhe zotri Haradina i kërkojnë ndjesë, edhe kur këta u deklarun që nuk janë për me votu, atëherë nuk ish ka deklarohet zotri Kurti ose unë ose përfaqësues të komuniteteve tjera jo shumicë jo sërbe që ishin prezente, se gjithë kryetarët kanë qenë, përfshi komunitetet jo shumicë jo sërbe aty, përveç Nenad Rashidit kërkojnë ndjesë. Ai ka qenë aty, po ata nuk u deklarun fare se prap me lëvizjen vetëvendosje dhe neve atë gjitha ata tjerë nuk ishin votat. Në momentin kur u mur deklarimi i partive opozitare, ka që ishte. Edhe presidentja para neve ka nënshkru dekretin për shpërndarjen e kuvendit. Do të thotë, nuk ka pas kërkes nga LDK-ja që data e zgjedhjeve 21 të lidhet. Do më thënë, aty kjo temë është para se të përmendej data e zgjedhjeve.